Thirrësi, etër të dashur vëllezër dhe motra. Kur Perëndia krijoi botën, Angjëlli i errësirës doli nga toka në formë gjarpri dhe pati një dialog me gruan. Një dialog që përcillte një mesazh, një gënjesht, dhe donte këtë si far ta mbilte në zemrën e saj dhe të shkatronte gjithë krijimin. Dhe e arriti, sepse futi brenda në shpirtin e Evës dyshimin se ndoshta Perëndia është dinak, se ndoshta Perëndia i mashtroi, se ndoshta Perëndia nuk donte të mirën e njeriut. Dhe duke patur këtë besim, Eva bëri dhe veprën, zgjati dorën dhe ëngri frutin. Nëpërmjet kësaj vepre, erdhi vdekja në botë. U fut lufta dhe kafsha hante kafshën, njeriu hëngri kafshën, kafsha ha njeriun, njeriu ha njeriun, natyra shikon të na përpi dhe çdo gjë na çon drejt vdekjes. Dhe duhej një veprim hinor që të rikthej prap paqja në krijimin, nëpërmjet prap të njeriut. Ashtu si që fut, e keqja, ashtu duhet të vide shërimi. Prandaj një ëngjël tjetër, një krije ëngjëlli Gabriel, përcjell tashmë mesazhin e shërimit. Dhe zbret në Nazaret, në një grua tjetër, në një vajzë virgjëresh, që t'i sjell një far hinore në mitrën e saj, në qoftë se ajo pranonte. Një far që do sillte frutin e ngjalljes, e paqes, e rikuperimit. Dhe është pikërisht kjo fest që festojmë sot, dhe kjo ngjarje kaq e madhe ndodhi në fshehtësi, nuk ishte dëshmitar. Ashtu siç ndodhi ajo atje në Parajs. Dhe bëhet ajo tani, ajo virgjëresha, dera nëpërmjet së cilës zbret Perëndia i mishëruar në botë dhe ngjitet njeriu i vdekur në Parajs. Shikoni, kur shikojmë një film, një teatr, çdo gjë atje që përmban skenën dhe kariket, dhe filmi, dhe aktorët, çdo gjë kanë një qëllim, që të prekin zemrën e atij që shikon filmin, të përcjellën mesazhin që do hap kodin e shpirtit. Dhe kjo botë
që krijoi Zoti dhe çdo gjë që përmban ajo ka vetëm një qëllim: të na përcjell mesazhin që Krishti, që Perëndia është me ne, dhe sado që të përpiqemi të gjejmë qëllime të tjera për të gjetur gëzimin, gabojmë, mashtrohemi, dështojmë. I vetmi gëzim që duhet, sidomos për ne të krishterët, të ekzistojë, është te ikona e të rëshëntës, është ajo që mban ajo në dorë, është Krishti. Për ne ai është qëllimi, ai është parajsa, ai është paqja, ai është jeta, ai është gjithçka. Mjafton ta vëmë në zemrën tonë, të bëhet një pemë e madhe dashuria jon për të, dhe që të shijojmë frutat e përjetësisë që ai ka për të na dhënë. Amin.